Dua të pyes pak për bashkëpunimin që ke pasur ti me Irini Qiriakon. Nuk kam patur një bashkëpunim me Irin Qiriakon. Si ka ndodhur ky bashkëpunim? Më trego pak. Cili bashkëpunim me Ti Irin? pasur një bashkëpunim me Irinin ti? Irini Qiriakon? 5 vite më parë? 5 vite më parë. Nuk mbaj. E pamën apo jo? Jo. Madje në ka shkruar edhe një portal për këtë. Për zoti kujto se ti ke ja. Arsi të kalët memoria? Ja, prit, ja ta shikosh këtu. Irini Qiriakon dhe Arsi Baba? Se unë nuk dua që ta tregoj për zotin se Ma Arsi? se çfarë ndodh. I sillim ne këngëtarët këtu dhe themi ne se ne navigojmë gazetare, kupton? E u futemi thellë këtyre historive, këtyre portaleve, i interesojmë, shikojmë lajme lart e poshtë, edhe ç'a bëjmë? Gjejmë ato lajme që kanë qenë pak më herët në kohë për të zbuluar ndonjë detaj se ju vezdojnë të tregoni. Edhe ne përpiqemi që t'ua zbulojmë. Për çfarë po flasim? Ja, Tregojam? E Ja. tregoj? Po si kush ftoi kë? Kush e ishte ajo Ishte iniciatorja Irini që ajo që mori këtë hap e para? Apo erdhi nga ty si? Nuk e di çfarë po ndodh, është një prank ky. Jo, e kam vërtet. Ja, se më ta gjej. Nuk do gjejmë gjë se ishte një prank. Arsi. Mirë që e zbulova. Është një bashkëpunim me Irinin. Unë e njoh, kështu që mund të ndihmoj. Pse jo? Unë kam respekt Arsi të u madh për çudita ka Irin gjithë Qiriakon. domethënë.